nëse keni problematik me pjesën e ëntjeve, sepse alergjia jep ëntje në sy, jep ëntje në pjesën e buzës, jep prurite, jep dermatite të lehta, jep problematika të rritjes së temperaturës, me një temperaturë subfebrile 37 deri në 37.5. Ndaj kujdes, mishi në zgar, pjesa e peshkut në zgar, çokollatat, qumshti, pothuajse ushqimet që janë bulmet, pra qumshti, gjiza, djathi, këto duen reduktuar për disa kohë, derisa problemi i alergjisë të rregullohet dhe derisa zora të fuqizohet. Por ushqimet që kanë nivele të larta të histaminës janë peshku në zgar, mishi në zgar, frutat e detit, karkalecat, midjet, sikurse e përmenda dhe pak më parë, pjesa e qumshtit. Ndaj këto ushqime është e mira që të reduktoni për disa kohë. Sepse po morët ilaçe, po morët medikamente, nuk rregullohet alergjia. Këtu kemi frutat e detit, pra kujdes me frutat e detit, dhe një ndër ushqimet që provokon alergjin është edhe vera e kuqe. Prandaj, nëse jeni përdorues alkooli, nëse jeni përdorues duhani, nëse jeni përdorues alkooli pothuajse ose jeni përdorues dhe alkooli dhe duhani, ju keni histamin të lartë, harxhoni magnezium, harxhoni zink dhe reduktoni metilacionin. Disa enzimat të cilat quhen adenozil metionin, adenozil homocystein metiltransferaz dhe adenozil homocystein hidroksilaz. Pra, vera e kuqe rrit nivelin e alergjisë. Vera e kuqe rrit nivelin e histaminës. Prandaj kujdes dhe nga përdorimi i alkoolit, kryesisht nga vera e kuqe dhe nga përdorimi i ushqimeve të cilat janë frutat e detit, që kanë salca të ndryshme ose që kanë produkte të ndryshme brenda. Kujdes nga këto ushqime, sepse këto rrisin alergjin, kryesisht dhe nga vera e kuqe, siç e dëgjuat me kujdes. Kalojmë pak tek ato ushqime të cilat janë të shëndetshme ose që duhen. Ushqimi numër 1 që është mjaft efektiv për alergjin, tani është edhe stina, po vjen dhe stina. Kemi boronicën, kemi manaferat, kemi dhe shegën. Shega ka acid punikik, është mjaft e rëndësishme acidi punikik. Shega ka punikalaginat, elagitaninat, telmagrandinat, sikurse dhe pendukulaginat. Pra, pendukulaginat, telmagrandinat, punikalaginat, elagitaninat, acidi punikik te shega janë mjaft të shëndetshme. Madje elagitaninat konvertohen deri në urolitin nëpërmjet disa bakterieve të zorës trash, të cilat quhen pseudocatecolunatum dhe bifidobacterium suis. Lëngu i shegës ose vetë shega është një super ushqim që redukton histaminën dhe që është me nivelet e histaminës të ulura. Kemi boronicën, kemi pjesën e kivit, kemi pjesën e pjeprit. Edhe pjepri është një super ushqim ku pritet që do dali në muajt pasardhës, që është maj, qershori. Pjepri, boronica, pjesa e mjedrave, pjesa e vajt të kokosit, këtu kemi vajin e kokosit, këtu kemi pjesën e atyre ushqimeve cilat quhen rrepat e kuq, këtu kemi pjesën e dardhës, këtu kemi pjesën e pjeshkës. Dardha është përsëri një super ushqim, lëvorja e dardhës, përmban kvarcetin, fisetin, genistein, tricetin, luteolin, luteolin 3 glukozid, luteolin 7 rutinozid, kaenferol glikozid, alfa bisabolenët, beta bisabolenët, luvagentinat, auraptenët, umbeliferonët. Një flavonoid i cili quhet umbeliferon ka veti antimukotike, antimikrobiale dhe antivirale. Pra shega, dardha, nicat, shega, që unë e përmenda dhe pak më parë, shega, dardha, pjesa e boronicave, ushqime cilat ka nivelet larta të antocianinave, repa e bardhë, repa e kuqe, kanë veti ulëse dhe janë ushqime me përqendrim të ulur të histaminës. Njëkohësisht një super ushqim që tani është, ose që ne kemi me shumicë, janë dhe manaferat. Lëngu i manaferës është me të vërtet magjik dhe ka lëndë ose polifenol të rëndësishëm. Madje manaferat, së bashku dhe me një lëndë tjetër ose me një bim tjetër i cili quhet shtogu, janë mjaft efektiv për të reduktuar alergjin dhe për të rregulluar histaminën. Pra disa nga ushqimet, manaferat, boronicat,
kemi pjesën e mollës, kishim dhe pjesën e shegës. Shega ka acid punikik, ka acid elagjik, ka punikalagin, elagitanin, që nëpërmjet bakterieve të mira, të cilat quhen pseudocatecholine dhe bifidobacterium suis, ajo konvertohet në urolitin, alfa-urolitin, beta-metil-urolitin. Pra sheg, moll, dardh, manaferat janë mjaft efektive. Është edhe piepri, por piepri nuk e ka tani kohën dhe duhet presin derisa të jetë koha e duhur. Janë edhe ushqimet e tjera, cila është karrota, repat e bardhë, repat e kuq, brokoli, është pjesa e ushqimeve të cilat përmbajnë shumë polifenol, astragallusi, është artiçoku, gjëmbi i gomarit. Pra astragallusi është mjaft ushqim i shëndetshëm. Majdanozi është përsëri një erëz tepër e shëndetshme dhe tepër efikase. Është dardha, është molla e kuqe, lëvorja e mollës, është përsëri lakra e Bruxellit, janë boronicat, të cilat janë super ushqime, karrota që ka 3 antioksidant, spatulenoli, falkarinoli, sikurse është dhe një antioksidant tjetër të karrota, spatulenol, falkarinol dhe panaxidol. Panaxidoli ka efekt antimukotik. Falkarinoli ka efekt anti-inflamator dhe panaxidoli ka përsëri efekt dhe antimukotik, por dhe anti-angiogjenik. Nuk lejon proliferimin ose pjesën e hapjes së rrugëve për të shkaktuar inflamacione enët e gjakut. Pra ul dhe vaskularizimin e degëve tumoriale. Këto ushqime përmbajnë histamin të ulur. Ushqimin mbret të këtyre ose ushqimin më kryesor që unë e dashuroj shumë është qepa e kuqe. Qepa e kuqe përmban kuarcetin nivele të shëndetshme. Dhe nëse ju në sallatën tuaj konsumoni, madje qepa e kuqe ka dhe sulfur, pra forcon dhe enzimin e sulfuroksidazës ose fosfadenozin fosfosulfatit, forcon dhe një enzim tjetër e cila quhet difosfoglucoronik. Këto janë në fazën e 2 të mëlçisë, ku mëlçia bën të mundur konvertimin ose shndrimin e indoksilit në indoksil sulfurik dhe të skatolit në skatoloksil sulfurik. Është e shëndetshme shumë qepa e kuqe. Përdorimi i lëngut të zier të qepës së kuqe. Më dëgjoni me kujdes, tu them edhe një kur tradicionale shtëpiake, një kur tradicionale që mund ta bëni vetëm me metodat tuaja. Keni alergji, merrni qepën, hapini në 4 pjesë, zjejni për 4 deri në 5 minuta me 100 ml ujë, shtojni dhe pak sodë buke ose shtojni dhe pak mjalt dhe konsumojni çdo mëngjes me barku nesër, nga një lugë çaj ose nga një lugë gjell. Pra lëngu i zier i qepës së kuqe, që përzihet ose që kombinohet me pak mjalt dhe është mjaft efektiv për të reduktuar alergjin, për të reduktuar kollën, për të reduktuar të shtimat, sinuzitet dhe problemet me laringitet. Pra problemet me aparatin respirator superior, me laringun, me faringun, me orofaringun, lëngu i zier i qepës përmban fisetin, kwarcetin, genistein, nuciferolin, eremicinat, pra flavonoid, antioksidant, antocianinat të ndryshme, sikurse dhe kombinime polifenolosh. Ka shumë acide fenolike dhe polifenol të rëndësishëm. Lëngu i zier i qepës për alergjin. Kalojmë pak tani dhe tek pjesa përsëri histaminës. Pra këto janë ushqime që reduktojnë alergjin. Ndaj këtij emision dëgjojeni me kujdes dhe rihapeni përsëri sepse ka për t'u ndihmuar shumë dhe shumë. Dhe zgjidhja është e sistemi tretës. Po nuk zgjidhet problemi në sistemin tretës, nuk rregullohet alergjia. Atëherë këtu kemi murin e zorës së hollë. Këto janë disa qelizat të cilat quhen bariera intestinale. Këtu janë qelizat enterokromafin, enterocitet, enteroendokrinet, qelizat endokrine dhe pjesa e mukusit. Ato janë të lidhura nëpërmjet disa mureve lidhëse të cilët quhen envoplakinat, periplakinat, spilinat, desmogleinat, plakoglobinat, enviplakinat dhe disa proteina të cilat quhen desmozomet dhe hemodesmozomet. Hemodesmozomet kryesisht qëndrojnë poshtë. Këtu janë disa proteina të cilat quhen Ting junction dhe envoplakinat, periplakinat, desmogolinat, desmokolinat. Dhe këto proteinat kanë një potencial elektrik dhe poshtë janë të lidhura me disa ganglione sensorial ose me disa tufa nervore. Nëse këtu ka grumbullim të metabolitëve toksik, produktet pa tretura, gaz karbonik, gazra inorganik, gaz metani, etil alkool, butil alkool, ai do të bëj permeabilitet pra produktet ose mbeturinat ushqimore, të cilet quhen dhe alergen,
ja ku thuhet këtu alergen, shkaktojnë një permeabilitet të mukozës intestinale, dëmtojnë ting junction që të funksionojnë kërkojnë zink, kërkojnë triptofan, kërkojnë dhe B6 që është piridoksamina, dhe nëse këto alergen dëmtojnë murin e zorësol, këtu aktivizohen qelizat mast, ose aktivizohen mastocitet, leukocitet dhe limfocitet të, dhe ato bëjnë aktivizimin e një proteine e cila quhet NFKB, nuklear faktor KB. Më pas, histamina e cila ruhet në formën granulare të pjesa e qelizave mast, aktivizohet dhe lidhet përsëri me disa receptorë që quhen receptorët toll-like, shkon me anë të lëndëve të cilat quhen traktet nervore ose ganglionet nervore, shkon tek muskulatura e lëmuar dhe shkakton aty kontraktilitet, tkurrshmëri, dhe receptorët e histaminës ndodhen. Receptorët të një proteinik në muskulaturën e lëmuar të zorëve, receptorët të dy në qelizat parietale të stomakut dhe receptorët të tre në pjesën e sistemit nervor qendror.